Si qut, ndoli video Alfred Sakos, që kështë regjistru këto vizat e avionëve në qelë, edhe thotë gjatë videos ku i pas kam pas gjithë të lek, dhe më thëmë, fillon me na hedh kimikate prap nga qelli, filloj helmimi i populatës prap edhe her nga fillimi. Po të hapësh komentet, dhe shofësh PKP, qa thua pa, a i ke marri lachet, që do më thënë gjona tila. Sa qefi kam njerëzit që mendojnë se din gjithë shka o zemra. Kjo do me thonë është shpirtë, që ta kuptojmë tamam, si pas logjikës thjesht të një naivi profesionist që nuk paguhet për profesioni që ushtron. Me sa duket që ka gjo komplet normale që këto elitat, këto personat që janë në rang shoqëror si për teje, merren me kanibal liqe, edhe doli me dokumenta kohë të fundit. Ndërkohë që pa bëjnë këtë gjë, fusin mish njeriu të ushqimi që ha populli thjesht, që të bëhet dhe populli thjesht kanibal bashkë me ta. Kjo është diçka normale dhe ndodhi, do të thonë nxorën dokumenta dhe nuk ka asgjë që nuk shkon. Kjo besohet. Gjatë kohës që e bëjnë këtë gjë, këto merreshin dhe me sakrifica fëmijësh, do të thonë i digjnin ndaj molokut, e kupton si para 1000-2000 vitesh. E njëjta gjë po ndodh dhe sot, digjnin fëmijë. Ndërkohë që po e bëjnë këtë gjë, bindën popullin e thjeshtë që duhet abortojnë, edhe aborti është gjë normale. Për shkak të kësaj nuk lindi 1/3 e Gen Z fare. Çfarë ndodh me bebet që abortohen? Digjen. Këto dy janë komplet besueshme, zemër nuk ka asgjë që nuk shkojnë dhe kemi dokumenta, por është e pamundur që të njëjtit njerëz vënë kimikate të spray që lëshon avionin nga mbrapa, që këto kimikate të binë të helmohesh surrati jot. Kjo është e pamundur. Pyetja është si do mund të ndalojmë në herë se na e bëni këtë gjë nëse s'mund bim as dakord me njëri tjetrin apo na e bëjnë apo jo këtë gjë. Më vërtet ju duken normale ato vizat në qelë, zemër, kështu kanë qenë para një 20 vitesh. Ajo supozohet të zhduket pas 5 minutash, sepse supozohet të jetë vetëm avull ajri, ose të paktën kështu po na thonë, e kupton? Ajo zhduket për 5 minuta. Kohët e sot, më duket se po lu dikush tik-tak tonë në qelë, gjëja e parë. Edhe e dyta që ndrojnë diku te 5 orë. Nuk është arrin si vizat të drejta 5 orë, por shpërndahet në atmosferë dhe krijon një re artificiale e cila duket si një batanie që ka mbuluar gjithë qiellin. Duket gjithë qielli gri, si kohë për shi, por nuk bie shi dhe nuk ka vetëtima. Megjithëse gjithë qielli është re, që po takojë njëri tjetrin, nuk ka vetëtima. Por gjithë ju duket normale. Ju duket normale që e kanë vënë këtë gjë në çdo film për kalamaj nga viti 2000-2001 këtej, janë siguruar që në çdo qiell të çdo filmi për kalamaj të ketë kështu viza avionësh. Kjo ka shkaktuar që kalamajt sot të kësaj dite vizatojnë qiellin ndryshe dhe i duket normal qielli me viza. Jam i sigurt që janë rastësi gjithë këto zemra. Po më thoni më vërtet që nuk e dini t'ju jap koti rast interesant që NASA ka fabrikë krijimi resh artificiale që në vitet 70. Kërkoni ju zemra se shumë interesante, e kupton? Keni pa lajmet për vdekjen në mas të bletëve që po ndodh nga viti 2000 këtej ose nga 2001 këtej, aty ka filluar programi, e kupton? Bletët zemra po vdesin në mas nga fakti që ka alumin në ajër, e kupton? Ka dikush ka shpërndar alumin në ajër. Problemet respiratore të njerëzit kohë të fundit prap mas vitit 2000 ose problemet e zemrës dhe qarkullimit gjakut mund të shkaktohen nga toksiciteti i bariumit në ajër. Kështu që dikush po shpërndan baal në ajër, zemra, e kupton se është shumë simbolike, shumë e bukur, e kupton? Mase nuk e keni parasysh, po mund të kërkoni në Google tash jo, zemra, Satan SRM 360. Edhe do ju dalë një institucion që merret me spray ajri. Me këtë që po ju them, po ju apranojnë, e kupton? Emrin e ka Satan, që përkthehet Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation. Bashk po ta bësh del Satan. Edhe është rastësi kjo gjë. Nuk mund të gjeni një emër tjetër, zemra. Kujtoni me vërtet se janë rastësi këto. Po më thoni që u shkau para ca kohësh, ju kaloi para syve se vutër e fare lajmi që gjetan grafenoksid te pikat e shiut dhe të ajri. Qofse nuk e dini, është një kimikat që përdoret si nanoteknologji. Domethënë qofse doktori ka ndërmend me dhënë ilaç, i drogë të fuqishme që të bëjë efekt, të jep dhe grafenoksid, sepse është si taksis droge, ndihmon të shpërndahet më tepër, e të japi më shumë efekt. Këtë gjë e gjetën në ajër, sepse të kanë dhënë dhe droga të tjera në ajër. Sa për dini, për këtë çështje, domethënë ishte një person, një doktor me emrin Francis Boyle, që para një viti, ka një vitin e fundit, domethënë që do të më hedh në gjyq Bill Gatesin. Mos gaboj, ka ndodhur vitin e fundit. Do të më hedh në gjyq Bill Gatesin sepse e ka vu këtë gjë në ajër dhe ka smori tuf njerëz dhe e ka vu të vaksinën e Covidit. Pa pritur ky vdiq. Ky doktor i vdiq rastësisht para se të mund ta jepte dëshminë. Ua më zemër çfarë rastësie. Po më thoni më vërtet që s'u ka dalë për shkakun çapo ndodh kohët e fundit në Kanada. Ti jap dhe rast e hika, e kupton? Kohët e fundit në Kanada ran kokrat e breshërit, saç është kokra e shalqirit. I morën dëshminë këtij fshatarit. E kupton, ky boti kishte humbë të gjitha të korrat, thjesht e tha cop para kamerës që këtë na ka bë qeveria. Edhe na ka bë dhe vjet, domethënë po na e bën qeveria sepse do më na shtyp ne fshatarët edhe do më i pas korporatat e mëdha, që të mund të kontrollojnë dhe cilësinë e ushqimit, çmimin e çdo gjë. Është teori konspirative, keni pa një kokra e breshërit sa kokra shalqinit o zemër me të ranë kokë të latuç më vend. Keni pa në ju të afrosh çakmakun të bora edhe në vend që të shkrihet digjet e bëhet e zezë se normal ka plastik brenda, a kupto? Lali thjesht dëshmë ju kujtoj që nuk i dini të gjitha, a kupton? Të paktën mos e thoni vetes që i di të gjitha se ngjan keq pastaj, sidomos këtyre personave që komentojnë kundër Alfred Sakos, më kthy dhe herë ku e fillum, ai merri laç ato zemra. Çam ndjeve ose ç'a bënë, mos i e bënë atë komentin. 5 sekonda, kupton, të qesh më dhe kthesh prapë te depresioni jot.
Kot për mua bete, kupto sa më thënë dhe i gjatë fundit. Harroj gjithë këto që thash, kontrolli i popullatës, shpërndarje smundjesh, satani, baali, e kupto, shtypjet korrave, kontroll nga korporatat. Harroj gjitha këto. Është diçka që mund ta kërkosh ti Lali, që quhet depresioni sezonal. Depresion që shkaktohet nga moti. Ti je në depresion sot thjesht nga fakti se është vranësirë jashtë, edhe nuk shef diell. Kjo është diçka e vërtet mjaftueshme për të pas emër. Depresioni që ndjen shkaktohet nga ato. Edhe shkon e komenton kundër Cakos. Ai ke marrë ilaçet. Shpresoj mos t'ju kem prish shumë ditë me këtë informacione. E kuptoj, po mos harroni gjë të rëndësishme. Nëse nuk do e dinim këtë gjë, do ishim më të lumtur. Por nëse nuk e dim, nuk do bëjmë asnjë gjë asnjëherë për ta ndaluar më. Kështu që s'kam çfarë më ju bë Lali. Hajde shifra.